Prefekti i qarkut Dibër Nexbedin Shehu para disa ditësh ka mbledhur në një takim përfaqësues të 4 bashkive të qarkut Dibër për masat e marra për vënien në funksion të sistemit vaditës, pasi data 15 qershor është afati i fundit për aksesueshmërinë e vaditjes përmes këtij sistemi. Prefekti Shehu ka kërkuar të gjitha bashkive që të marrin masa për pastrimin e të gjitha veprave vaditëse, duke vënë theksin tek vepra më e madhe kanali vaditës i Klosit. Një vëmendje e veçantë prefekti Shehu kërkoi që t'i kushtohet edhe rezervuarëve vaditës që të jenë funksional, së bashku me rrjetin e kanaleve të tyre, pasi gjatë stinës së dimrit një pjesë e këtyre kanaleve janë dëmtuar nga shembjet. Me 15 qershor është fillon sezoni vaditjes, normalisht sipas kalendarit, por kjo është edhe në varësi të temperaturave. Gjithsesi para 10 ditësh në prefektur është mbledhur organi këshillues i prefektit me përfaqësues të bashkive dhe të drejtorisë të kanaleve të vaditjes që ka drejtorinë Durrës, pra bordi gullimi siç njihet. Kemi analizuar, kemi marrë analizë dhe kemi marrë dhëna për punën paraprake që është bërë për sezonin e vaditjes. Paraprakisht informoj që deri me datë 22 ishin 90% e punëve të kryera, pra të kanaleve vaditëse që janë për vaditje të këtij sezoni janë të gatshme. Bashkitë kanë raportuar që gjatë dimrit kanë kontrolluar shkallën e dëmtimit të kanaleve, meqenëse nga rreshtet dhe inertet dëmtohen, dhe që nga muaji mars ka filluar puna për pastrimin. Po kështu pjesë më e madhe e rezervuareve janë mbushur, ato që janë të disponueshëm me ujë dhe janë gati për sezonin e verës. Po kështu edhe bordi kullimit, pra drejtoria e kanaleve të larta që ka qendrën e Durrës, ka në administrim kanalin e Klosit dhe rezervuarin e Pllacës. Vetëm rezervuari i Pllacës ka gati 2500 hektar që planifikohet vadis, dhe në këto dy vepra janë marrë masat dhe janë gati. Rezervuari i Pllacës është prej vitesh, nuk është në funksion, me investimet e qeverisë shqiptare është përfunduar faza e parë, pra është rehabilituar rezervuari bashkë me digat e shkarkimit, dhe tani jemi në fazën kur po punohet për hapjen e kanalit. Është një punë që do një investim të madh, edhe ndoshta mund shkoj gati 2 vjet punë. Mendojmë që mbas 2 vjetësh dihet gati për të vaditur 1700 hektar tokë në zonën e Mashlarës dhe gati 800 hektar në zonën e Buqizës, Shupence dhe Gjoricë. Po të gjitha bashkitë janë në kohë, pra janë akorduar në kohë, janë alokuar fondet, edhe të gjitha bashkitë, Bashkia Dibër dhe Buqizë i kanë tenderuar, Bashkia Mat dhe Klos i kanë bërë ata fonde i kanë me punonjësit e bashkisë, dhe mund të jenë në punët e fundit për që janë gati me 15 qershor për të vaditur në të gjitha fermat bujqësore të qarkut. Krahas veprës vaditëse më të madhe në qark kanalit të Klosit, prefekti Shehu ndal edhe në vëmendjen që i duhet kushtuar rezervuarit të Pllacës në njësinë Shupence, Bashkia Buqizë, i cili vadit qindra hektar tokë bujqësore.